Besoj dhe uroj ju pëlqej atmosfera bashkë me Adelina Ismailin, besoj dhe ju pëlqej edhe videoklipi, konga, gjithçka. Tani këto momente me një kënaqësi shumë të madhe i them mirë se erdhen dhe po ja nisin live kështu në studion e emisionit Një Kafe me Lavin. Energy Band. Soja nisa të shijoj, lidhja ju përfundoj, se atit edhe sot, tupa po t'pjen bora, pse duhet jem armiq, ku ne mund të jemi miq, nësi t'jam da me lot, pse du rrem sot, moj se këte shikimin, në rrugë kur ma shen, ku ma si ku t'je, ashtu si ku t'je. Nëse nesër shen, ka unë ma su shen, ashtu si ku t'jer, ashtu si ku t'jer, e në mos e të shikimin, në rrugë unë ma shen, ku ma si ku t'jer, ashtu si ku t'jer. Nëse nesër shen, ka unë ma su shen, ashtu si ku t'jer, ashtu si ku t'jer. Se aroja ti të ma, ti dhe budi son dhe pa, ishte mua i janar, topa binte bora, se duhet jem armiq, kur ne bu të jemi miq, nëse t'ja nda me lon, se du rehem sot, mos e të shikimin, në rrugën ma shen, ku ma si ku t'jer, ashtu si ku t'jer. Nëse nesër shen, ka unë ma su shen, ashtu si ku t'jen, ashtu si ku t'jen. Mos e të shikimin, në rrugë kur ma shen, kur ma si ku t'jen, ashtu si ku t'jen. Nëse nesër shen, ka unë ma su shen, ashtu si ku t'jen, ashtu si ku t'jen. Oh no no, oh mama, no sé ku t'jem, oh no 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 no. Mos e të shikimin, në rrugën ma shen, ku ma si ku t'jen, ashtu si ku t'jen. Nëse nesër shen, ka unë ma su shen, ashtu si ku t'jen, ashtu si ku t'jen. E mos e të shikimin, në rrugën ma shen, ku ma si ku t'jen, ashtu si ku t'jen. Nëse nesër shen, ka unë ma su shen, ashtu si ku t'jen, ashtu si ku t'jen. Funny, 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 but I'd say
ndoshta s'jem. Na jena në çdo natë, edhe nëse pari gat, e ti te jem vin shumë pak, mjafton veç me t'pas gat, se e di që se len me qaq, energji me energji shkojnë bashk, e nuk nalim pa e këthy, venin mrasht. Goni ju këtë sen, folni për atë sen. Goni, knoni, se nesër ndoshta s'jem. Kryt kjo fin tjetra prap, ka njerë dy vojna bashk, se me flet kena me pos vat, jena ap 24/7. Sa më ngusht, qash më nxit, je kam kot qik flok po qet, sun te kom veç një qef, je qef i vet. Goni ju kësen, folni për atë sen. Goni, knoni, se nesër ndoshta s'jem. Yeah. So goni ju kësen, folni për atë sen. Goni, knoni, se nesër ndoshta s'jem. Sonde, as nesër, ju s'keme unaj, poni që dëni, nuk na bëhet vonë. As sonde, as nesër, ju s'keme unaj, poni që dëni, nuk na bëhet vonë. As sonde, as nesër, as sonde, as nesër, poni që dëni, oh, no, no. Sonde, as nesër, y'all remember this? Sure. Hey. Kur qon t'i kretino, edhe nesër muj me i bo. Pes pare unë si do, kur qon t'i kretino, edhe nesër muj me i bo. Ai moment ku bitira drita, shëqimi as një s'kom pa, më në fund erdhe se po më ty t'prita, ke ardhë si kur prej qelit me mra. U djeg, shumë zet. As pes pare unë si do, kur qon t'i kretino, edhe nesër muj me i bo. Pes pare unë si do, kur qon t'i kretino, edhe nesër muj me i bo. Pes pare unë si do, kur qon t'i kretino, edhe nesër muj me i bo. Pes pare unë si do, kur qon t'i kretino, edhe nesër muj me i bo. Se kisha bo edhe
As pes pare unë si do, pes pare unë si do, ku qa ti krejti ljot, edhe nisër muj me I bot. Pes pare unë si do, pes pare unë si do, ku qa ti krejti ljot, edhe nisër muj me I bot. Pes pare unë si do, pes pare unë si do, ku qa ti krejti ljot, edhe nisër muj me I bot. Pes pare unë si do, pes pare unë si do, ku qa ti krejti ljot, edhe nisër muj me I bot. Hajde besnik Arsivera. Merë mikrofoni me veti. Merë mikrofoni. Para ka stand-by. Mikrofoni me veti, mi se erdhe. O, mirë se gjeta. Që kam në një kafe me latë. Qësh je? Mirë. As veti s'mujta me besu që je live. Koha e gjatë e grupi që jena si grup, ko gjatë do veti kena bo, që jena bashk, edhe që I vazhdojmë që I ushtrojmë që një kohë gjatë, edhe kjo e ka bo të vetën pak që ko gjatë o perfekcionu soundi, o gjithë shka që me thonë ka ronë vendin e vetë kështu. Neve tash dyshysh po na do këtë shumë që normale, apo kupton? Që normale. Adin po mendojnë bazë njerëzve, adin për di kur vinë me na digu live, adin që shumë okej, shumë mirë, po t'ingëlloni shumë mirë për bëni, adin edhe që me thonë tash mu ka bo rutina. Besnik, unë kam knatësin sot që jo vetëm ty këto, po edhe Energy Bandin, komplet grupin që ju kam në studion e emisionit Një Kafe me Labin, për shkak që disa herë kemi kontaktu edhe ju vazhdimisht zanën, aq ma tepër ku jemi tek sezona e verës, ku keni qenë stër ngarkum, qoftë me mbrëmje, qoftë edhe ma engjë familjare, me gjitha ato që do të flasim pas pak. Po përgjithsi si Energy Band, çu shpjo shkojnë punë? Mirë keni, atmosfera mirë? Mirë, përgjithsi është shumë mirë. Na po vazhdojmë hala me punu që ashtu me qatë intenzitet, po nuk do të thëtë që punë është veç nëse jene për mbrëmje muzikore, veç që aty ku performon para publikut, po punë është për neve dhe kur ledhem edhe më ushtru se na gjithmonë do të mu pregadit, do të me bori si të reja, do me thonë që gjithmonë publiku me pas gjithka, do me thonë sarë që I vjetë me pas diçka të re me në ndigu, mos me qenë gjithmonë njëjtë. Besnik, unë thash që edhe paralajmërimin e emisionit unë thash që nuk ka ndodhur ndonjë këngë që nuk I keni publiku, edhe që nuk ka qenë hit, edhe nuk ka qenë që nuk u komentu ndonjë këngë për tekstet që I keni të këngëve, por gjithashtu edhe në anën tjetër për mënyrën edhe prezantimin e videoklipit. A dhe qysh, po mendoj, muj me thonë që pak a shumë na edhe kena eksperimentu pak në për zhandre, po mendoj të e marrë parasysh që gjithmonë vija është Energy Band ajo, gjithmonë kur të fillon diçka tingulli parë, që ato jena mundu me rujt, po sa I përket zhandre është që kena ndru ka pak, do me thonë, na gjithmonë që me thonë, kena qef me eksperimentu dhe me sheti, do me thonë do shta mos të me eksploru me muzikë ma shumë, apo kuptan, edhe kohët fund gjashtu edhe me videoklipe, do shta që jena ka bo pak ma të veçantë, do me thonë, mu dalu si grup, kështu që, që ajo, kisha me thonë, s'po di. Okej. Kur jemi të këto, gjithë këto këngë, gjithë këto videoklipe, gjithë ky bagazh thuja për një kohë, do me thonë, mritet me qenë në kulminacion, sa I përket edhe pozitave, do me thonë, pozitave, po e marrë pozitave, do me thonë, krekimeve, gjanave, kërkesave qikuesve, gjithmonë mi u kërku qoftë në radio, qoftë edhe në për emisione, qoftë edhe në televizione, kështu që është një ndjenjë shumë e mirë kjo ku faktikisht bësh një adhurus dhe ke adhurus shumët edhe një farë mënyre I bën njerëz për mundi mirë me muzikën e juaj. S'po di, diqysh, na më thonë falenderës publikut mas pari, se normal ata që gjithmonë na përkrahin, që ata janë kryesor për ne. Do me thonë, gjithmonë na mundohem me bo diçka që do me thonë mi u pëlqy publikut ma shumë. Po, gjithmonë, kur bojmë diçka, gjithmonë edhe mundohem me shtil diçka tjetër pak me mujt që shme thonë njerëz edhe pak mi u jep diçka ma tepër. Po. Nuk e kena na veç
tripin hade veç po bëjmë hit, ta bëjmë një kong super hit edhe përfitojmë, do të thonë, materialisht veç për çasaj konga, se unë e di që ajo kong na kena me përfitu materialisht për një kohë të shkurt, po ajo kong ka me vdek shumë shpejt. Po. Që më thonë, interesi janë është me gjetë një mesatare që edhe me pas pak ashtu, po edhe konga mos me vdek, se normal njeri kur punon një kohë shumë gjatë edhe kur ki bagazh të albumeve të muzikës edhe është që më thonë, është një ndjenje mirë, do më thonë bas disa vjetëve kur konga jote ndigjohet hala edhe që më thonë e ka vlerën e vetë, e ka peshën e vetë. Kështu që gjithmonë këto ende kur të ulem edhe i qesim balans në pesha, din do më thonë gjithmonë ka njere mendojmë edhe pak për ma gjatë. Më thonë konga është, ndoshta që tash nuk kanë me dëgju qatë shumë konge njerës, po me kalimin e kosa e ka me ardhë konga dhe ka me kuptu njerës që e ka të vlerën e vetë dhe du me thonë teksti, muzika dhe shumë qika tjetër. Po. Besnik, unë thash që ma herët atraktiv gjatë gjithë kohës edhe gjatë periudhës verës, edhe sidomos periudha e verës ku ka qenë ngarku me mjaft periudhëve, qoftë me koncerte që kene qenë, por qoftë edhe marrëngjet familjare. Unë më meton me plot kuptimin e fjalës që ju jeni ai grupi i cili po thuaj që e futet në treg edhe bendet si bende për me qenë pjesë e arrëngjeve familjare, dasmave. Është vërtet. Do të thonë ju jeni ata të partë, ndoshta që ju kanë kërku edhe keni shku edhe ka vazhdu do të thonë secili prej bendeve thuja që me punu mënyrën e arrëngjeve. Ka fillu, është vërtet, ka fillu më bo trend, kjo punë, në fillim, do me thonë, me njerë pas luftës ja kena nis në përdo arrëngje kështu, do me thonë veç si, po mendoj veç si eksperiment është ta, po mendoj për atë tasmagjin që e ka bo dasmen. Gjithmonë okon muzika popullore numër 1. Edhe ala është popullore se është muzika tradicionale e nënkuptohet. Mirë po, na kur kena fillu në fillim, kena fillu në për disa arrëngje kështu të vogla edhe mas andej e kem pa interesimin e njerëzve dhe ja nisi ajo mu bo trend aja punë. Normal na që shumë miru për shtatem, edhe me reportarin, edhe me njerëz të më thonë, e gjetëm atë mesataren që të mjë sjell diçka të re, na hengë, ndasim, po me pas edhe atë shmekin, me pas edhe njerëz që me mujtë me valzu, se faktikisht vjerdini edhe në përdasma, njerëz të veshen, qa po di une, është ma salem, është që ajo, do me thonë edhe veshja ka njerë dhe muzika e ka imponu, edhe gratë kur kanë kësy me take ose me qabodi e ka imponu qatë sistem që edhe me kësy. Thjesht, na kena hi me qëtë stilin e ri dhe do me thonë që ashtu ju kena për shtatë, që ati trendi, po që me thonë e kena ndru pak atmosferën edhe me të vërtet o bo një trend, do me thonë dasmat që po bohen tash edhe që kena marrë pjesë, po di asë një dasmë s'kisha mujtë ndoshta me vequ njëra ma shumë se cila o ku me mirë se tjetra, ku pej dasme, s'peja hengit o këthy në diskotekë o këthy ajo mbranje. Po pa e prish rendin, pa e prish kur gjo pa prish, shumë mirë është rujt ajo atmosfera, o rujt imazhi i krejt i dasmës, po veç atmosfera ka që përthy krejt ndryshë dhe bo. Është një përgjithësi e madhe? Është përgjithësi, faktikisht, ati qysh, na pezojmë kena shumë dasma, po njeri e ka një dasmë, se cili e ka një herë e bën dasme. Do të thonë është dasma për ne është shumë një send me rëndësi dhe shumë një send i ndishëm. Do të me qenë shumë përgatitur dhe shumë që gjithçka do të më shku në rregull sepse na i kena pezojmë, i kena 30 dasma e secili ka veç ka një herë dasmën. Pa. Kështu që për dasma sidomos është këtë na e marrim një diçka si të veçantë, është një diçka kështu që ma special që duhet mi kushtu pak rëndësi dhe vëmendje më shumë. Mbrëmjet tjera që janë megjithëse nuk e mbaj mend që ka dështu ndonjëherë diçka, po ndodh për shembull se aty është, më thonë, organizim që i vjen gjithkush edhe mundet me ndodhë gjithçka. Dasma është pak më ndryshe, kështu që na i kushtojmë më shumë rëndësi, edhe kjo ka fillu me hin trend, dasmat e para më kujtojnë kur kanë fillu në pej. Këtu dashta, dhe më thonë pikrisht në pej, ma i mendellone. Dasmat e para më kujtojnë në pej kur kanë fillu në hotel Dugaxhin, më kujtohet, dasma e parë që ka fillu, nuk e di fara vitin se mbaj mend, veç ka do vjetë qatër shumë fillim, edhe shkum na si eksperiment ashtu, fillum, edhe kur që aty e pam që gjithçka ndroj, dhe me thonë edhe pam që njerëz po lypin hala diçka ma shumë, edhe pse o dasin po kanë qef me ndru diçka, jo sikur që shqinë mësu zakonisht për dasmave klasike. Edhe që ashtu filloj, mas andej e bom qatë trendin e dasmes, fillum, edhe bom programin për dasmën, andej qështu ja nisi. Akroni popullore në dasëm? Me të kalëzu drejtën gjithmonë, është sarë që të shkojmë na me knu,
është një grup, është një këngëtar popullore, edhe me thonë drejtë na nuk përzim në zhandrin popullore shumë, sepse na përrujmë atë muzikën tonë kryesisht këngë tona dhe pjesë tjera të atmosferës që i bojmë, popullore kënon dikush tjetër, do të thonë është ajo, kështu që po bën dy rrymat muzikës ndryshme që po ka dasma nata, po shkon, po ka freski, po ka risi në stop. Okej, në anën tjetër unë patjetër që duhet më ngrit për shkak që Meti është ai që kam ndru mikrofonat, ky është i këndimit, ky është i studios. Meti është ai i cili volë se veç për dasma nisëm të volë, adim po masiro. Meti është ai i cili, domethënë, secili prej dasmorëve e thirr mbas partit, Metin. Po, menaxheri. Metit për tënat, edhe për Dajakë. Met kam kënaqësinë që të kam mbas parti në studio. Faleminderit për ftesën, edhe na kemi kënaqësi gjithashtu me marrë pjesë domethënë në emisionin tuaj. Kështu, kur jemi tek ajo puna besnike, po e flet domethënë për atmosferën, për krejt to, për koordinimin, ndoshta pak a shumë të grupit, përgjegjës të kanë lënë ty. Edhe secila bardë domethënë edhe secili prej organizatorëve, edhe secili të kapë në telefon, ç'ke datë. Po, besniki e tha, s'ka lidhje me rajës që tina s'ka rajës, veç pja futbol lidhje. Po, është e vërtet që unë domethënë menaxhoj çato datat, ose e bëj një organizim të domethënë grupit, edhe kryesisht merrem me telefonata. Me telefonata. Është punë e vështirë kjo, apo është punë e lehtë për ju? Në fillim u kom pak më e vështirë, me kalimin e kohës, tash më ka bënë një farë rutine, është pak e mundimshme, po çfarë më bë, dikush do të më kryej atë punë. Kështu që garohizem unë. Meti, e di fillimin, domethënë ai fillimi, domethënë fillimi i startit, domethënë grupit juaj pikërisht nëpër agjendet familjare. Është ajo fillimi ku zakonisht dasmore nguran pak çka kanë me jap, çka kanë me bo, e në fund thonë faleminderit se na keni kënaq. Zakonisht kjo për çata edhe shkon trendi, zakonisht dikush është thonë gjithmonë në një anjë përpara, edhe ka pa ose dikush i ka treguar dikujt, edhe kështu që njerëz pak a shumë kanë një farë pasqyre, domethënë çka darsma ta vjen darsma me një fjalë. Po, në zhargonin popullor që ashtu është. Okej. Kështu tash. Pasi që jemi bashkë këtu, unë zakonisht në anën tjetër e kemi besnikin, edhe kështu ju si vllazni që jeni, dy që jeni si vllazni, dy si kolegë, kështu që jeni të besnikut. Diçka që të në kohën ju ka vlu që të për me vetë, kështu edhe s'keni mujt me vetë, se s'mundeni mi abo se jeni në shpinë, dërshta jeni në grup, jeni bashkë, të ka rasti dhe momenti drejt për drejt me i thonë. Po e gjepe që tu duhet bashkë me vetë tu? Që tu duhet. Se di për këta veç, unë pëllëm qatë mjekër heke për burë, se më ka bo vëzesë. Mjekër. Paj, a dishirsh, për mjekër, duhet mja quni SMS në agipit, duhet. Kështu, që SMS-in, po më duke që e ke bo atë fjallin që po e përdore dhe në shumë shpesh. Sa e lëshon dikush mjekër këtina, ma mirë kjo e lëshon vetit. A di që apo tut në one mos për vjen për SMS i penaltit. Jo, ati. Okej, kam kënaqësinë që jemi bashkë sot një kafe me labjen. Faleminderit, e thonë. A kemi diçka për më thonë live, kështu drejt për drejt besnikin? Po, e ka një të keqe që shumë i saktë në punë. E që ajo pak, se unë e jam qaç i saktë e që ata. Besnik, pse e qaç i saktë në punë? Nuk e di, a di shumë, më ka sikletë dhe më ka pasi kuro fjallat e muzikët dhe qëto sendin i me më vlon, gjithmonë, më vlon ujë që i thojnë. Se di vit që tu te muzika, që tu më së mgut. Tjetër ka jam kështu ketë për tokë, nuk më bëhet dërti që asi, po kur është puna që dhe mos në ushtrime, e kena pak asi, që ashtu e marrë nga dzema se marrë adin. Kam qef me shku, kur të him, diçka me bo, me shku mirë. Veç që tu ndash me më prejkë në telja që tu, te muzika, për tjetër send. E ta është pëse së është i saktë? Jo, ky është i saktë, të mori, po ka njerë vanot me kjerë. Që e thot 5 minuta, dini edhe ky ka, 5 minuta të fura gjire i ka. Ndështë api Mitrovicës largë. Jo, Rruga keqe keqe. që ata. Shpesojmë të komu drejtë rruga edhe për Mitrovicës. Garant është, ose është që e thot rrugës, jem është hongër për pitalë, Far pizza. Po, pizzat ja konda shumë. Kështu me një dore ka, bulangë cilë dhe...
Të marrë faleminderit, kaloja Gjengizit. Kam Gjengiz qemi buri, bashkë. Në anën tjetër, ti e para të morit, faktikisht, dhe më tonë pjesë e Energy Bandit, shumë a heret. Sa është të vështirë mu gjindë mesin e vllaznive? Për deri so si kumë bo dokumentat hazër, më bo edhe në vlla, vështirë konë shumë kështë që dëvët. I ka shtiq tash i dalin, Ekstraktin familjare, kretë ato. tash i dalin letrat këtina, edhe këtina. Me mbi emrin Qaka edhe këtina. Qa ka për shnjoku, ama veç vetë. Ja, mirë. Jena adaptu tash, adin ketë po menojnë që jena 4 vllazën, po për gjani shumë. Tare kur po thojnë, metet zakonisht i thojnë, veç ti si e vlla, adin, se na zidi qysh këj pak më auto, adin. Mu me Arbenin zakonisht thojnë, jo dy, ma shumë qështu. Okej, ki diçka me tonë besnikit, drejt për drejt. Ta me thonë, a ki zhekë së këza trashë në vesh? Jo, Allah, këtu e kanë shu klime, na speshe sa flat dërshta. Po, klimatizimi mirë thuj, ka zoj. Çfarë ventilimi, çfarë klimatizimi. Mas Të vetë, mirat në steni vlajtë. si një stenish mu. Okej. Ja kalem mikrofonin ati da që mas shumë t'i prito me folë. Të me labë, me folë më se më vetë. E ka stilin e Ismail Kadares e ka. Dhe me ky ka qef me folë pak, vish kur të folë me t'jalon vullë kështu, din. Okej, cila vullja për besnikin? S'ka vullë për besnikin, na s'ka mas ka më thonë se na flasim gjithë shka. Jemi shumë të hapëm, unë jam vllavi madh edhe besniki o shumë e vogël kur e ka nisë muzikën, kështu që na flasim gjithë shka. Nuk besoj që s'kemi kur qot pa njoftura. Zakonisht sugarat e shpis, jo në ata që ashtin plakë në Pak më shpis. trend janë qashtu që në të kishtë. A ki pas problem në herë me ta? Besniku? Jo, besoj se besnika ka qenë shumë i urt o kom punëtor, vetëm që vetë ta, kur kom puna muzikës o konë shumë. Zakonisht, na kur nxej veç puna muzikës, aty kur ku është kompromisi, nuk ka kompromis muzikë. Zakonisht ka njerë edhe e qojmë me tonët, po normal që nuk e kemi kur të shohë për që më thonë, aty mbaron krejt. E pështa po thomë që na s'kemi kur gjo, që ka flasim haptaz, edhe s'kemi asni mendim tjetër si e njojmë tjetër shumë. Maj madhi, a ka ndodhë në herë mu nëzhe kështu? Më shpe. Jo, po thamë na kun... Na nxejmë vetëm kur puna e muzikës. Veç kërë puna muzikë. Edhe ka qef kur të folë mu qunë kumë qohet. Si Ismail Kadareja. Bileone një parë syza gjithmonë mundona mja gjetë që ato momente bile ta di që i po folim Ismailin. Po që s'mu i mi gjetë syzat kërkaheq, bi thonë, meri bile syzat edhe... Edhe një 2 libra ndërsetull mja Kështu që mirë që nge sot, për shkak se nuk ngritën kam deri këto momente. Jo ullë për momentin, edhe për shkon të shka mirë, s'ka nevojë. Okej, unë për të falenderoj shumë që e pjesë. Ka falemderit shumë që na ke thonë këtë emision, shumë falemderit. Unë besoj dhuroj që kena me kalu mirë edhe me shikues të di që edhe besnik, zakonisht e ki atë problemin që thush gjithmonë, për me këndu, këndaj për me fol, nuk flas. Po, ma shumë kom qef me kënu, bile sa mirë sot që jena këtu me instrumente, gjithçka kisha pas qef në përmes muzikës me thonë. Tekstet e kongve tana tjenë qashtu që, edhe... U qutona, thoj. Po, shpia madhe dhe me. Shpia madhe. Po, u qutada, u qu këtë më halla. Si të qohet, këtë du të më qutë e tënë. Besnik, është interesant, është gjithë shka dhe me thonë, të kjo që thash ki qef shumë a shumë me këndu, se sa me bisedu. Sot, edhe një intervjist që kom pas pak ma heret me ty, dhe me thonë, ka dalim nata edhe dita me një periull ma heret. Ku gjithë shka o kënë të besniki, po edhe jo. Sët nuk e ki po edhe jo. Sët je ma i lirë, shumë, flet, që për para një intervjist ki thonë, mësë më shime, mësë më vetë gjithë shka, mësë pëllë. E kom pas diku një intervjist, më kujtojt ka qenë një farë emisioni vitrinës e zgaboj shumë heret, bile ashtu të uvesh për para si me sfila, uveshim asi më zvet. Asi këmishat Turkijes, edhe... Ty në herit i brejmë të atlisisit, mavi, mës mavi, këmisha, më zvet. Edhe kur e kom pas pa që atë intervjist, ku të ri, edhe ti vetë që diqka
shtiqam vetë që unë ta bëj shumë. Po. A keni diçka? Jo. A ne diçka? Ndoshta. Këtë që tu intervista o shkua si. Edhe fjallin që e kom pas atëherë o konë dëmëthon. Dëmëthon, po. Dëmëthon, se na dëmëthon, gjithmonë na dëmëthon kështu, adin dëmëthon... Dëmëthon a si grup, dëmëthon na se qyre, si grup. Këtë kongën dëmëthon që e kena bo me qëtë tekstin dëmëthon, shumë dëmëthon, adin... Edhe që kjo konë një farë intervjistë që kom pas po, krejt intervjistë të shkojnë me dëmëthon, thash ma mirë s'po foli, po knoj. Okej, dy kongë, cilat kemi me na këndu tash? Tash piknojmë një dy kongë tjera, 2 a 3 as po di, 2 a 3. Dy piknojmë për shkak se unë, po s'ka bakshish. S'ka bakshish. Me të dhe s'ka bakshish vish 2. Që aj, po. Okej, kena me folë edhe për bakshishin, po unë kisha dash, po du 2 kongë për shkak se zakonisht me gjitha bendet që kom pasë në studio e kemi praktiku 3 kongë fillim, 3 kongë fund, po të e marrë parasysh edhe kërkesin e musafirve se secili po thot, o lab, bombaki, po na hek një gajlet madhe, mos me mendu ata që po fejohen e po kanë dorë, se po kanë muzikën pa parë, shpejt. Po, shpejashojnë zonin. Vishë zonin. Kështë që, jep jani edhe 2 kongë, pastaj kthehem plasin edhe për projekte të reja për gjanat tjera cilat janë. Energy Bendi. E mrenda pozina, sa më zëpi jepi, më kish pondina, prej se u dam. Aso kam hajet, aso kam pijet, sa fiti bona mi këto sytë mija, kur nuk kom pa, qa ish mërzia, pa ty një jam, fryma po mzijet, aso kam pijet, aso kam rijet. O ka shijet, pa ti so ka rijet, pa ti so ka rijet. O ka shijet, pa ti so ka rijet, pa ti so ka rijet. O ka shijet, pa ti so ka rijet, pa ti so ka rijet. O ka shijet, pa ti so ka rijet, pa ti so ka rijet. Sa her ku do që shkoj, sa her ku do që vi, o sillen poshtë e nalt, po ty nuk bën e ti, nuk bën e ti, nuk bën e ti, nuk bën e ti, nuk bën e ti. O ka shijet, pa ti so ka rijet, pa ti so ka rijet. O ka shijet, pa ti so ka rijet, pa ti so ka rijet. Ka shijet, pa ti so ka rijet, pa ti so ka rijet. O ka shijet, pa ti so ka rijet, pa ti so ka rijet.
Se flokte Lena, e si të zime Magdalena, Lena, se flokte Lena, e si të zime Magdalena, Lena, si arë i maj, do të spërjet, Magdalena, maj Magdalena, ja të marrë, ja të vdes, Magdalena, maj Magdalena, si arë i maj, do të përjet, Magdalena, maj Magdalena, se për tyje të i me shprejes, Magdalena, maj Magdalena. Come on everybody, let's go move your body, beat for everybody, this is time to party. Come on everybody, let's go move your body, beat for everybody, this is time to party. Amansa vai, Magdalena, maj Magdalena, 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 era smeta. Come on everybody, let's go move your body, for everybody, this is time to party. Come on everybody, let's go move your body, beat for everybody. Se flokte Lena, e si të zime Magdalena, Lena, se flokte Lena, e si të zime Magdalena, Lena, si arë i maj, do të spërjet, Magdalena, maj Magdalena, ja të marrë, ja të vdes, Magdalena, maj Magdalena, si arë i maj, do të spërjet, Magdalena, maj Magdalena, se për tyje të i me shprejes, Magdalena, maj Magdalena, amansa vai, Magdalena, maj Magdalena, amansa vai, Magdalena, maj Magdalena, amansa vai. Oh yeah, oh yeah, amansa vai. Oh yeah, oh, 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 Por e unë është plaka, por e unë është plaka. Besnik, faleminderit shumë. Faleminderit. Faleminderit. Ajo ke me speca, ke improvizim. Improvizim, po veç jemi drejt për drejt, normal, kur vallëzon shumë edhe mikrofoni po. vjen. Kjo bile pak kom vallëzu se i shron to këtë. Okej, Besnik, për kthehemi domethënë këngëve, albumeve, domethënë gjithçka cilat punohen vazhdimisht. Tash, Energy Bandi si zakonisht nuk ndalet asnjëherë. E di që secilën këngë kur e punoni edhe mendoni më herët nesërmit për këngën tjetër të radhës. Po, non stop që ajo është, që më thonë, koha e punës, e kena studion, që më ledhëm gati që do ditë e kena kohën kur më shkudëm, e gjithmonë bas dite e në aty. Po edhe nëse ndonjë ditë nuk inqizojmë diçka, nuk punojmë diçka, e kena pjesën tjetër që duhet më ushtru. Se na si grup live gjithmonë po kena punë ma shumë se për shkak që tash na me CD-ja nuk punojmë se dikush e ka shumë ma lehtë, për shembull se nuk mendojmë për atë punë, qysh ka mundi, qysh s'ka mundi, se apo din. Na duhet me ja kushtu kohë pak ma shumë se për shkak pjesës tjetër. Kështu që është koha, është orari kur punojmë, çdo ditë kena si orar punës, edhe këtë normal që me punë mrien. Okej, a keni mendu si grup që jeni me buni album komplet live? Me thonë drejtën, kena mendu shumë herë,
Po qezaj, na non stop që jena me live, dyqysh edhe jo që s'na doket shumë interesant, po që nuk jena jep shumë. Se këtë kohën live jena, apo kuptan, dyqysh, do shta dikush ka qef me ndi vete njëherë live me pas një inqizim kretë, adin për me ndi që sho doa që herë. Na jena non stop që shtu, për gjithë ditë ndim veten edhe dyqysh, do shta s'pëna doket shumë interesant, po është koha me të vërtet, është koha me bo një live, po na kena mendu dyqysh me bo pak më ndryshe, me pas më kun me publik një natë Energy Band, diçka më kun natë Energy Bandit, këngë të albumit, mandej pak këngë kështu të përzime, ndoshta qashtu kish me qenë ma interesant. Pse po e tham këto ndoshta për shkak që gjithë nuk i kanë mundësit që t'ju kenë juve na hengje të familjare të re. Si shumica e këngëtarëve ndoshta edhe të muzikës popullore e praktikojnë muzikën apo CD-n me muzikë live për shkak që secili nuk i ka kushtet që ta ketë një orkestër apo ta ketë një këngëtar edhe preferojnë me DJ, po t'ju kenë juve prezent ndarshëm. Po, është edhe ajo njëna prej mundësive që padin. Po që nuk e kena mendu edhe këtë sen bashkë adin pëmdoj për ahengje, po zakonisht na po jena që aty po jena live, po jena edhe adin, se di. Si keni mendu për këta që nuk e kam buqetin? Po dhe, po, vjen koha që kena me bo ndoshta një kollazh, diçka të CD-ve, ku ka më ko një pjesë e atmosferës, ndoshta e diçka, do të me mendu diçka për këtë punë. Okej. Kur jemi të këngët, gjitha këngët më thonë kohën e fundit po punohen për juve, vetë për grupit. Po, zakonisht këtë këngët i kena punu na si grup, do me thonë paka shumë unë si kompozitor i grupit ma shumë, po edhe me grupin Energy Band bashk. Po nejse kohës fundit, po mendoj ja kom nisë me bashkëpunu me njerëz tjerë, po mendoj me pak ma shumë me zgjënu rrethin. Na i kena bashkëpunëtor tonë që i kena gjithmonë, Po, që i keni pas për që i kena pas edhe hala i kemi, sikur për shembull Mithat Sadiku, i cili është tekstuesi janë. Po. Masandej kanë shkruar, do të thonë çdo tekstet e fundit i kanë shkruar do djem të ri, pak a shumë që po punojnë ata, po mendoj i kanë do tekste të reja, pak më shumë për të ri, më çapo di, po mendoj edhe ata kanë shkruar disa këngë, do të thonë çdo këngë të reja që i keni dëgjuar. Kështu që kena filluar edhe në çet aspekt pak më mendu pak më zgjënu më shumë hala ndoshta më mirë, nuk e di, kështu që një këngë që kena bërë që nuk është publikuar hala, është hala, jena tu e punu hala qatë këngë, është një këngë që përbojmë, është në gjuhën angleze, për tregun e jashtë kena mendu një këngë me bo, me thonë për Gjermani. është duet, me një qik atje qiknën, edhe... Gjermane? Shqiptare? Ajo shqiptare, faktikisht është e lidhë me atje, gati që i thuja Gjermane, është bo në gjuhën angleze, këtë konga, ku në qëtë konga ka bo bitin Kico në torq, nejse edhe aranjmanin, edhe na jena angazhu pak në aranjmanin, kështu që ka dalë interesant. Kështu që... është interesant se për herën e parë po e thush këta në publikisht këto në media, po? Po. Bashkëpunimin. Nisë po. Kështu që... Ekskluziva. Priti nesër portalet. Prite. Besnik të synon tregun e huaj. Jo, tregun e huaj. Jo, shumë mirë në qëtu, E dilë është, së kam din kërkësh. Jo për treg të huj, se tregu huj është tjetër muhabet është ajo. Ajo është tregu huj, duhet, është muhabet tjetër, është jetojnë, është kong tjetër ajo. Po thjesht ne kem bo një kong sepse konga o borë në anglisht sepse ajo nuk mundet shqip me knu. Nuk din shqip me fol mirë, i gati që heq. Gjermanisht me knu, unë s'di me knu gjermanisht, s'muj tash aty, pëse me hi gardhiqeve, me hi aty. Kështu që mas mirë e kem bo anglisht të dytë edhe ka dalë shumë interesant. Okej, kur jemi të bashkëpunime të di që edhe shumë njerëz, fansat juj, dhe më thonë, qoftë në Facebook, qoftë në Instagram, pysin, se cili, a kishe bo bashkëpunim me këta, a kishe bo bashkëpunim me këta, a kishe bo duet me këta, a kishe bo duet me këta. Me bashkëpunime, mirë i keni punët? Mirë i kena punë, po mendoj, deri që tash, nesë në ndoshta jena grupi mas pakti që kena bashkëpunimi me jo për ndoni rast t'i qka kështu, po se faktikisht na kena po mendoj marrëdhënie të mira me Kate, kolegët me Kate jena. Po nuk e di dishysh, ndoshta so jep rast, jo se s'kena mendu dhe qatë shumë për me bo qatë shumë bashkëpunimi. Kohës fundit, bashkëpunimi fundit që o konë me Clapton, Po. Grupit TBA. Po. Edhe kënga ka pas një sukses shumë. Po, relativisht mirë o konë, ka dalë diçka interesant o konë i kombinimi mirë, dhe do me thonë, s'po di mo prej
kjo kone e fundit shumë më t'i s'kena pas diçka bashkëpunimi, kështu që. Studinë dashta në të ardhmen e kena plan dashta me bo, po gjithçka më konë interesante dhe më konë diçka mirë. Jo veç hajt po bëjmë bashkëpunim, po me qenë bashkëpunimi dyqysh i arsyeshëm pak a shumë adin mu lidh diçka. Unë mendoj që një projekt na lidh. Për shembull zakonisht kur bën projekt edhe ki pa dyqysh dikush kur e bën një projekt, edhe vetë projekti që ashtu muzika ç'më thon e lyp dikon. Si për shembull me thonë që tash që kjo po ma asocion që kjo aranzhman ose që ky komponim po ma asocion te Energy Bendi. I flan atyne. Edhe që ashtu vjen bashkëpunimi. Besnik, unë e di që... Zeza i konflikt tash, jo. Po, mirë që heke, që kamera s'ka kap mirë, okej. Se e di që pysin çfarë ngjyre flokëve ka që tash për momentin. Po ta kallzoj rastin që shokon se dura me kallzu të njëri dhe për bashkëpunëtor është Nagipi. Po. Nagip bin që... Ku që zakonisht unë edhe një kafe labin çdo javë, falenderit sallonit të artës. A do t'ja? Po. A s'pas na më shku, mos po shkoj pra. Duna me falendru shumë se është jo veç mu që më ka ndihmu, se unë e kom Nagipin dhe dëst e kom shumë të mirë, po i ka ndihmu këtë grupi tem. Zakonisht gjithmonë na duhet me ata më konsultu mas pari për mu vesh. Qa me vesh, tek me vesh, qysh mu vesh, dhe me thonë, unë i besoj shumë Nagipit se që me thonë, ma din shien, ma din edhe qashtu, unë shumë Stilin. Stilin Ta ka kuptu botën. Botën ma ka kuptu njeri. Edhe ngjyra, kur i pa ta bo flokt, e pa ta bo vish një vi që shtu ma pa të bo, mirë, okej, po rastisht unë kom shku diçka ndugoj të aj për diçka tjetër edhe u lidh muhabeti, thash, veç kështu, adin, thash, që ish konkret me afut me që si ngjyra, adin. Edhe që ma ka bo, tha, apo hin, ullun ka rik, tha. Thash, po unë e ullna, unë kishe po do me bëj gare, edhe mullin ka rik, tha veç meni kusht ta që i dush këtë shkurt, ta se nuk të rinë ndryshe mirë. Edhe i ka hi me ngjyrë, ma si blonxha, ma si... Mos vetë që kur dola jashtë, a në Amerikë dola, a ku a këshyrshin gjindja, qa ka bojë bëha kështu. Besnik, unë e kom pas përvojën dhe më thonë shumë ta, me ngjyrat e flokëve. Veç nuk, edhe unë mas e tregove, po du me tregu një përjetim shumë interesant që apo. Në Turqi e maj mend në 2002-ën faktikisht ku kom qenë bashkë me Adelina Ismaili. Edhe ish dita e flamurit Turqis, edhe më thonë, edhe më thot, ai frizeri në hotel që ish në Kremlin Palace, thot, hajde me t'i ngjyros flokët edhe me t'i bo kush e barë se sot e dita e Turqis. Okej, a mund ish me para mëndu që i kom bo kush e barë flokët, edhe im shku im him pishin, qka me po, u shly ngjyra e kuqe, këtë pishina u bo kush. është lynë ngjyra e kuqe për një pjallë. Ka konë falës njeri, ngjyra të Turqis. E kështu, Stambana jo. ty t'ka ndodhë me tonë që ti ki thonë Nagipit, edhe t'ka thonë, a pëtë më ullë. E unë e pitë bardhave të zeza, Mishkova, qushe më mas pëtë, Nagip, bëmi të, ulla miri ki, Nagip, mës ma presh, okej, ulla, bu kry. Kështu që ajtë pas ka thonë dy unë se kom pritë me më thonë. Jo pa, diqysh kanë jenë dosendin i me, o pak shtirë me mbind, po s'po di, ati i besojnë diqysh adin edhe kur t'ma bën, adin se di që nuk ma bën për pa lidhje, po hin ai në ato tripat e veta edhe diqysh e sheh. Kështu që shqyqyr mu heken se i preva, mu rritën e i preva e s'po di, ndashta i bëj gjyzelfije ma vonë, ndashta, këshyrin. Besnik, unë e di që me Energy Bandin bashkë me juve do t'jem prapë në kuadrat e misionit Një Kafe me Labin, qoftë me promovimet e juja atë videoklipeve, kur i realizoni, por pse jo se do t'vjen edhe diçka tjetër, një bashkëpunim tjetër, po nuk po e zbuloj tash, s'po e zbulojmë tash se ende është heret. Qarë bashkëpunimi? Tash, ne kemi bisedu, tash, edhe me Metin kemi bisedu, kështu që ka me qenë diçka live e bukur. Po, a? Po. A dhe inshallah. Live e bukur ka me qenë. E që kishe dhe me kishe pëmbani diçka si... Sekrete. Po qa qënë pesha, si e dita, si se dita unë, qa bot. Jo, së qënë pesh, heq as pak. E di që në Turkijë s'keni me mëqu, që to e di. Për diçka tjetër, për ka kullore që na blenja, diçka... Jo, s'po të regojmë për qitashit për shkak se ti ishe përgjath shumë, dhe më thonë, saj përket muzikës. E kështu që pi qitashit janis me t'kap stresi, gjitha ato qysh ka me bojë, që ka me bojë. E pola për muzikë, po, pak. E kështu që ma mirë s'po të regojmë. Besnik, qa kemi e thonë krejt atënëve ku deri qëtash
ton kohën, na kanë shkruar, na kanë komentuar, na kanë thonë, ju kanë lyp, edhe po ju thonë halal, bravo, na knaqet. Qa ko me thonë, Labi, përveç mi thonë falënderës, 101.000 herë, këtë adhuruzve mas pare grupit Energy Band, ata që e përkrojnë grupit Energy Band, po edhe këtë shqiptare ka do që janë, se di që jena shumë shpesh jena prezent gjithka, ka troje shqiptare, gjithka jena kone edhe shkojmë hala, shtu që më vjen mirë kur vinë njerëz të na përkrojnë, kur i knojnë kohën këtana, ajo është një diçka që nuk është e papërkryer, është kënaqësi se ajo të kallzon që ki bo diçka edhe t'i jep motiv hala me punu ma shumë. Faleminderes këtëve, këtë bashkëpunëtorëve që i kanë ndihmu grupit Energy Band për me mbrit deri këtu, se normal pa ndihmën e këtë bashkëpunëtorëve, këtë njerëzve që i përmendem ndoshta edhe mi kërku falje dhe atyne çka nuk po më kujtohen, e gjithsesi normal televizioni Visteni, i cili u kon prej fillimit u kon, që të kallëzova që i kun pa zgjerimet e para. E normal televizioni Visteni duhet mi thonë faleminderes gjithmonë se na ka ndihmu, na ka jep përkraje, na ka shty edhe ty Labi pejtë që e mbajnë mend prej fillimit. Që faleminderes krejtëve. Okej. Po shkojme se nuk e ka kap telefonin mirë. Tash edhe me juve e kom po të këndu. Që duhet me kap telefonin. Ate kap jone edhe ajtë mësh me jaqiru si kush e kom kap. Hajde. Si kush e kom kap? Si e s'pedi. Si kush e kom kap? Jo s'pedi. Qëra që shkap dhe telefoni. Kjo është... Qëra, pas ka qitë në flash e pas ka qitë... Okej, Besnik, unë nuk e di pse, po të thëmë publikisht kështu, po pse unë si Lab gjithmonë e kom paramendu që nëse nesër mas nesër është duft Kosova më prezentu në Eurovision, pse gjithmonë e kom paramendu që Besniki me Dafina Zeqirin e kishin marrë ndoshta vendin e fakut. Pse? Unë si Lab gjithmonë e kom paramendu që ta zakonisht Energy Bandi komplet me Dafinën se di pse. Pse vokalet live mundeni me qatë dytë. Po, ide. Ide e mirë shku. Komponimi, kongres më bo. Mire kiti lidhje s'ki me kry heq, kurse. Kush ta merr mendja që ishtë duhet me bo kompozimin e kësaj kongës? Paj, kompozimi më varet pi kompozimit, mas pari çfarë kompozimi kish me qenë për Eurovision se nuk është bash Ata kish marrë mendja punë e vogël. me bo kompozimin ata ka Shqipnia, aknej. Zhani Shtiku, Nuk është më rëndësi me diçka kështu. konga e mirë, kompozimi mirë, orkestrimi mirë dhe nuk është më rëndësia është për Shqipnisë apo i Kosovës. Rëndësia është me më konë... Po pse unë është si vokala, dhe me thënë si vokala për ka gjinshmeria në skenë se aty ekipadet e Eurovisionit zakonisht po duhet me konë paraqitja skenike se në vend dhe ju gjithmonë keni qenë atraktiv në skenë, në anën tjetër dhe ajo është atraktive shumë skenë. Edhe për me këndu live i shkan. Qërë letë mbetë kjo si ide, Labi. Si ide. Së ka bohet a e zbot kur do veç më pasam. Pas bota. Ide me dyqen. A ne la që Mere mikrofonin hajde kata. Që bëna shtin lugave. Po te pa, hajde tash unë e thash ata mos ma prish ti thuj po. O ka realizohet s'dihet. Okej, Met, këtu sa jemi bashk, o edhe unë njëra. Faleminderit shumë për gjithë shka që keni hapur sot për emisionin e Fafamilare. Kena faleminderit edhe për juve, do më thonë edhe na jemi gatshëm çdo herë që ju na ftoni më ardhmë në emisionin e juve. Faleminderit. Faleminderit. Edhe unë që thashtë për sërës, fjallët e Metit. Okej. Faleminderit. Faleminderit shumë që na ke ftuar në emision, si Përsëri gjithmonë vizion energjik. Copy paste. Pastaj Ismail. Faleminderit televizion, faleminderit juve. Okej, Besnik, edhe njëra, faleminderit shumë. E inshallah për të mira dhe shtakohem. Faleminderes për juve, faleminderes për këtë fansave të grupit Energy Band. Okej, janë edhe 3 kongë cila do të këndohen prej Hajde. Energy Bandi, po edhe 3, 3 kongë, ju këni kongë, me anisën deri nesër me të pëmdëkët mes me juve të këndu kongë. Bakshishi, ku? Ma sargjit, ne. Po ta bën telefonin më jap. Ta bën telefonin. Kështu që ju qëndroni bashkë me ne, janë Energy Band cilët janë kujdes sot për ju, për disponimin e juj. Me njëre pas Energy Bandit shkojmë me blokun e partë marketingut e pas marketingut kthehemi diçka tjetër në kafe me Labin.
Faleminderit jam. Faleminderes. Zeto pur, ajo m'diskoteka m'fur As për një sekund, sy ga unë nuk po largon Ajo shumë më ka afru, tjesa trupin ma ka mlu Kesh po t'ridhet, si akullore ndorë po m'shkrije Shumë mi smut, ajo m'nonder, ajo m'qur As për një sekund, sy ga unë nuk po largon Se e don, me bjondinën mirë po m'shkon Me bjondinën për një sekund, sy nga unë nuk po i largon Ajo shumë më ka afru, tjesa trupin ma ka mlu Kesh po t'ridhet, si akullore ndorë po m'shkrije Shumë me smut, ajo m'nonder, ajo m'qur As për një sekund, sy nga unë nuk po i largon Se e don, me bjondinën mirë po m'shkon Me bjondinën mirë po Atmosfera me vetë mu, deri tash miro të shku Son të basho ka më dëm, jo ma mirë nuk ka ku shkon Atmosfera në maksimum, s'poku nëse vetë na unë Kur e don, me bjondinën mirë po m'shkon Here we go.
të sot, më çdo sekond, sa ty me t'mot, je pika ime dot, gati shumë gjatë, këtë Era mirë vjen krejt kur ka bon sen. Era mirë vjen asaj o sa bon qen. Era mirë vjen s'du mo tjetër sen veç asaj. Po ty me konën me ti mos veti më qysh, por e punën gjithqysh. Oh no, djeli kur e flekton, besëm që dhe yjet im don. Oh no, unë nuk e di ti a don as don, unë nuk e di ti qa po menon, unë nuk e di ti pse po dyshon, veç e di që t'kom benon. Unë nuk e di ti a don as don, unë nuk e di ti qa po menon, unë nuk e di ti pse po dyshon, veç e di që t'kom benon. O sa bon qen, era mirë vjen, s'du mo tjetër sen veç asaj. Besoj që ka me pas problem, po m'pëlqen, era mirë vjen, me kur ka përcen, era mirë vjen asaj, o sa po m'pëlqen, era mirë vjen, s'du mo tjetër.
veç asaj, veç asaj.